Nuk është hera e parë që ministri Murati del me kësi deklarata pompose. Para mendonim rreth 40 milion euro për 38 komunat edhe del trombeton që ku më ditë se çka u bë. Asociacioni i Komunave të Kosovës ka ngritur shqetësime lidhur me financimin e arsimit dhe shëndetësisë për vitin 2027. Duke u referuar tabelave buxhetore, AKK-ja thotë se granti për arsim është planifikuar te 8.8 milion euro më i ulët se në vitin 2026, ndërsa granti për shëndetësi rreth 1.9 milion euro më i ulët. Sipas llogaritjeve të Asociacionit të Komunave, mungesa e financimit në arsim mund të arrijë rreth 32.8 milion euro. Në anën tjetër, ministri në detyrë i financave, Koran Murati, ka deklaruar se buxheti i përgjithshëm për komunat në vitin 2027 do të arrijë deri në afër 908 milion euro. Për të kuptuar se mbi çfarë të dhënash mbështeten shqetësimet e AKK-s dhe çfarë kërkojnë komunat për buxhetin e vitit të ardhshëm, jemi këtu me Sezan Ibrahimin, drejtorin ekzekutiv të Stacionit të Komunave të Kosovës. Mungesa 24 milion euro për këtë vit për masimbëns apo punëtor arsimor që janë mbi 3000 është marrë nga buxheti i Republikës Kosovës për këtë vit. Përkatësisht nga granti specifik për arsim, ku aty shihet që rreth 24 milion euro janë mungesë për kompenzimin e pagave të mbi 3000 punëtorëve arsimor, ku normal që komunat do të psojnë mbi rreth 24 milion euro, sepse granti specifik për arsim është shkurtuar për këtë vit. E njëjta gjë, në bazë të qarkores së buxhetore, e cila i shpërndahet komunave gjithmonë në bazë të dokumenteve dhe në bazë krahasimeve që kemi bërë me ligjin e buxhetit për këtë vit, derisa në vitin e ardhshëm, në raport me këtë vit, komunat për grantin për arsim do të kenë minus 8.8 milion euro. Tash do të thonë, shto minusin 24 milion euro të këtij viti plus 8.8 milion në vitin e ardhshëm, derisa komunat në përgjithësi do të kenë rreth 32.8 milion euro minus për fushën e arsimit para universitar. Nuk është hera e parë që ministri Murati del me kësi deklarata pompose, por duhet respektuar edhe realitetin se çka është duke ndodhur në Kosovë. Po, do të kemi një rritje për komunat 907.94 milion euro. Mirë po, kjo është domethënë një shifër e cila jepet si e tillë nominale. Mirë po, duhet marrë parasysh situatën ekonomike në Republikën e Kosovës. Duhet marrë parasysh normën e inflacionit. Në bazë të statistikave nga Agjencia Statistikore e Kosovës, del që norma e inflacionit për muajin korrik ka qenë 6.5%. Do të thonë, nëse, na veç po e shtojmë këto, nëse një normë e tillë e inflacionit do të jetë edhe vitin e ardhshëm, vlera si e tillë 908 milion euro në realitet për fuqi blerëse do të jetë rreth 852 milion euro, që në raport me buxhetin e këtij viti do të jetë 15.1 milion euro më pak. Legjislacioni i cili është ndërtuar pas pavarësisë Republikës Kosovës thotë që rreth 10% e buxhetit total të Republikës Kosovës i shkon me automatizëm në grantin e përgjithshëm te komunat. Jo që është në vullnetin e ministrit kjo. Kjo është rregulluar me legjislacionin në fuqi. Para mendonim rreth 40 milion euro për 38 komunat edhe del trombeton që ku më ditë se çka u bë për komunat e Republikës Kosovës, domethënë rritja për në mes këtij viti dhe vitit të ardhshëm është rreth 40 milion euro. Pa i duhet me thonën që rreth mbi 8 milionë e gjys i ka para pa që do të rrit komunat do të rrisin tyrat vetanake. Do të thonë, këto 10% që i grantit përgjithshëm. Këto është 8.68 milion euro tyrat vetanake të komunave që pretendon mi rritën, po edhe nga huamore janë mbi 600.000 euro. Dhe kjo na jep shifrën e 40.9 milion euro. AKK-ja kërkon që financimi për arsim dhe shëndetësi të rishikohet, ndërsa Ministria e Financave ka bërë të ditur se buxheti i përgjithshëm për komunat do të rritet. Telegrafi do të përcjellë këtë proces dhe do të raportojë për mënyrën se si do të reflektohet buxheti i vitit 2027 në shërbimet publike nëpër komuna.